nuk është e rastit shoqërimi i afrimit me Fahriun dhe rënja në posi dhe ai dyluftim. Rënja heroike e afrimit dhe Fahriut është mitike. Përpjekja, heroizmi i tyre është biblik. Mosha e re ka qenë pothuajse që i ka përshkuar të gjithë luftëtarët. Edhe në ushtrinë shqiptare të Kosovës ne nuk kemi qenë më të vjetër. Mosha mesatare e herojve dhe dëshmorëve të rënë në luftën e ushtrinë shqiptare të Kosovës përballë forcave të armikut është 26, 24, këtu, nuk shkon më lart. Domethënë, dashuria për atë dheun, përgjigjja e kushtrimit të luftës për liri në luftën shqiptare ishte i madh. Po e veçantë ashtu sikur e thatë edhe ju, e madhërishmja është pikërisht këtu, sepse ne ishim 3 atëherë, kishim drejtuar së ri, dhe ata nuk ishin vetëm, ata ishin vërtet në moshë të re, po ishin të pjekur e të burruar para kohe, sepse të tillë na kishin bërë vuajtjet e regjimeve që na i kishin shkaktuar armiqt me aparatin e tyre që na sundonin. Për shembull, Fahri Fazliu, familja e tij është një familje adhëthore që më vonë i është vrarë edhe vllau tjetër, heroi i kombit, Fahri Fazliu. Afrimshtia është në të dy anët, në të dy krahët, edhe nga babai, edhe nga nëna, është nipi 2 heronjve. Edhe babën e ka pasur hero të luftës në qeverisë shqiptare, hero të popullit, edhe gjyqin e ka pas me ballistët që e ka luftuar ardhjen e forcave serbe në Kosovë. Domethënë, është rritur në një familje ku janë vrarë, kur babën e ka pas jetim, edhe nënën e ka pas jetim. Mund ta marrësh me mend se çdo natë aty është farkësuar vetëm dashuria e luftës për liri, e shërimit të dheut, e daljes nga kthehet serbe. Dhe nuk është e rastit shoqërimi i afrimit me Fahriun dhe rënja në posi dhe ai dyluftim që kanë ngjallur me mira shpresa dhe të rinj të reja pafund që i kanë përveshur, si thuash, krahët dhe i kanë lënë ëndrat dhe dëshirat e të rinjve të zakonshëm që jetojnë nëpër pjesë të botës dhe kanë filluar krijimin e kushteve për ta filluar luftën për liri të armatosur dhe për të bërë lirë sikur jemi sot, ndërkohë që jemi shumë vëdijshëm që shtërimi i Kosovës është bërë përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë ajo që e ka bërë punën dhe detyrën e saj karshi historisë që ka nxjerrë situatën përballë organizimi ushtarak.